E kam pa xhehenemin dhe pamje të tillë nuk kam pa asnjëherë. E kam pa që shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. Çka kam bë këto gra? Ki kujdes, nga se ai është xheneti yt dhe ai është xhehenemi yt. Kur prej teje një të mirë se kam pa. Një ditë mirë nuk e pash unë prej teje. Nuk do ta shikon Allahu në ditën e gjykimit një grua. Por çfarë arsye? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e temave të cilat kanë të bëjnë me një çështje të rëndësishme, të dobishme, që besimtari duhet ta ketë parasysh, që besimtari duhet ta njeh, duhet ta di atë dhe duhet të mundohet ta jeton në jetën e tij ashtu siç na urdhëron Allahu Azza wa Jall, ashtu siç na porosit dhe siç na udhëzon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku kemi arritur të drejtat bashkëshortore, të drejtat që i takojnë burrit dhe të drejtat që i takojnë gruas. Kemi përmendur disa të drejta që i takojnë burrit. Gruaja e ka obligim, është hak i burrit, dhe pastaj ka të drejta të cilat janë obligim dhe janë hak i gruas, dhe secili duhet t'i ketë parasysh të drejtat e tij në mënyrë që në jetën bashkëshortore të ketë drejtësi, të ketë harmoni, të ketë lumturi dhe mos të ketë prishje të martesës, mos të ketë ndarje, po mos të ketë edhe probleme të mëdha në mesin e tyre. Nga të drejtat që i takojnë burrit, që është hak i burrit, përveç asaj që është përmendur, respektimi i tij, dëgjimi i tij e kështu me radhë, pasi që e kemi parasysh se sa është e rëndësishme që gruaja të jetë respektuese e burrit të saj, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve në rastin e një gruaje e cila erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bani pyetje asaj: a e ke burrin? A e ke burrin gjallë? A e ke burrin? Tha po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: si je ti ndaj atij? Ndaj burrit tanë ti si je, si sillesh? Tha: mundohem aq sa kam mundësi. Ki kujdes, nga se ai është xheneti yt dhe ai është xhehenemi yt. Pra nëpërmjet burrit ka mundësi që të arrish shpërblimin e Allahut, xhenetin. Po nëpërmjet tij ka mundësi që të arrish hidhrimin e Allahut, xhehenemin. Në çfarë mënyre? Në mënyrë të respektimit apo të mos respektimit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dha përshkrimin më të mirë se si ka mundësi të jetë një grua besimtare muslimane më e mira në mesin e grave ndaj burrit të saj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: gruaja e mirë është ajo e cila
ajo e cila i ka këto 3 cilësi. Tha, kur e shikon të gëzon. Kjo është cilësia e parë. Kur e shikon të gëzon. Kështu që gruaja duhet ta ketë parasysh që të kujdeset për pamjen e saj, për pastërtinë e saj, për bukurinë e saj, sidomos ndaj burrit të saj dhe sidomos në këtë kohë të fitneve. Në këtë kohë që njerëzit shohin edhe atë që nuk duhet të shohin. Në këtë kohë që njerëzit dalin dhe në çdo vend shohin atë që nuk ju takon të shohin. Dhe në fund kur të kthehen në shtëpiat e tyre duhet të shohin atë që ju takon, atë që është halal, mirë, po ajo që është halal për burrat duhet të kujdeset sa më shumë. Në sa raste gratë ndoshta zbukurohen për në darsëm, për një ceremoni, për një gzim, për një mysafir e kështu me radhë, ndërsa për burrin, po burri është çdo ditë në shtëpi, është normal. Jo, për burrin e saj duhet të zbukurohet më shumë. Bile, edhe burri nga ana tjetër duhet të zbukurohet, duhet të kujdeset, të jeti pastër, të jeti veshur në atë mënyrën që i takon, që të mbulon çdo gjë që mos të ketë nevojë bashorti dhe bashortja të shikon dikun tjetër. Para mendojeni në atë kohë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma thot edhe unë jam zbukuruar për bashortë, në atë kohë që nuk ka pas fitne që ne i shohim, në atë kohë që nuk ka pas çmenduri që ne i shohim sot. Andaj gruaja të zbukurohet, të rregullohet, të parfymoset, të qëndron e pastër, bukur për burrin e saj. Në mënyrë që burri kur ta shikon atë, kur e shikon atë, të gëzon. Dhe kjo është më rëndësi. Cilësia e dytë, kur e urdhëron të dëgjon. Dhe gjithashtu edhe kjo është më rëndësi. Kur e urdhëron të dëgjon. Sa janë ato gratë të cilat i urdhëron apo nuk i urdhëron, nuk e marrin parasysh as kam. As fjalën e burrit, as të dikujt tjetër. Ndërsa dëgjimi i burrit është i rëndësishëm në familje, në jetën bashkëshortore, në mënyrë që të arrihet harmonia, kur e urdhëron të dëgjon. Dhe cilësia e tretë, kur e lën vetë në shtëpi, ta ruan nderin edhe pasurinë. Kjo është gruaja e mirë. Kur e shikon, të gëzon. Kur e urdhëron, të dëgjon. Kur e lën të vetmuar, ta ruan nderin edhe pasurinë. Kjo është gruaja më e mirë. Përkundrazi, nga ana tjetër, ka mundësi që shkaku i kësaj çështje, i kësaj teme, shkaku i mos kujdesit dhe mos respektimit ndaj burrit, ka mundësi që gruaja të dënohet. Jo në këtë dunja, prishja e lumturisë, e harmonisë, gjitha janë shumë më të lehta, të dënohet në ditën e gjykimit, në dënimin e Allahut Azza wa Jall, deri në atë shkallë sa që ajo grua e cila nuk është falendëruese është e rrezikuar. Nga haku i burrit është që gruaja të jetë falendëruese. Mirë, po në shumë raste gratë nuk e din, nuk e kanë parasysh, nuk e vlerësojnë mundin e burrit. Nuk e di çka nënkupton gjithë ajo punë, gjithë ajo përgjegjësi, gjithë ajo angazhim, gjithë ajo lodhje, gjithë ajo raskapitje që burri mundohet për kënd, për bashortën, për fëmijën. Dhe ndoshta sot shëndeti nuk e ka si duhet, ndoshta sot ka probleme shëndetësore, ndoshta janë paraqit smundje, ndoshta qëndron me sprova, por çfarë? Nga se është munduar që familjes t'i ban një jetë më të mirë. Dhe në fund nuk ka asnjë lloj vlerësimi. Dhe në fund nuk ka asnjë lloj falënderimi. Dhe në fund, çka është më e keqja, ndoshta gjitha ato të mira bie në ujë dhe i kujtohet që ta përkujton ti një gabim, një tmit, një të keqe që e ke bë. Dhe kjo fatkeqësisht është cilësi në shumicën e grave. Nga e dim ne shumicën e dim nga fjalët,
e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikur të jetë memoria e grave, shumë grave dhe jo të gjitha grave, e zhvilluar më shumë në kandin e mbajtjes në mend të këqijave të burrit dhe harimin e të mirave të tij. Dhe ndoshta ta mban mend një të keqe, një gabim para 10 viteve, ama ta ka haruar një të mirë para 10 ditëve. Po të ato të mirat harohen. E ato të këqijat para 10 vite, 20 vite, 30 vite atë kujtohen. Dhe kjo është keq. Mos falenderimi i burrit ka pasoja. Mos falenderimi i bashkëshortit ka rreziqe, deri në çfarë shkalle është rreziku. Në një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: nuk do ta shikon Allahu në ditën e gjykimit një grua, nuk do ta shikon Allahu. Për çfarë arsye? Një grua e cila nuk e falenderon burrin e saj, ndërsa ajo ka nevojë dhe është e varur nga ai. Allahu nuk do ta shikon këtë grua. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: e kam pa xhehenemin dhe pamje të tillë nuk kam pa asnjëherë. Para mendoje sa është rreziku, pra nuk ka të bëj një gjë e tillë vetëm për neve, për burrat që ti të jesh i respektuar. Jo, kjo ka të bëj me çështjen e gruas ndaj Allahut dhe me rrezikun e saj në ditën e gjykimit. Dhe këtë hadith burrat besimtarët duhet t'u apërcjellin grave, jo vetëm për veten e tyre mirë, po që t'i shpëtojnë ato nga zjarri i xhehenemit, nga rreziku i madh i ditës së gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: e kam pa xhehenemin dhe pamje të tillë nuk kam pa asnjëherë. Mirë po, e kam pa që shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. Subhanallah, shumica. Nga e dim ne sot që shumica e grave nuk janë falenderuese, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk të falenderon, ban të mira sa të duash. Ai i cili gjen dhe ai i cili ka grua bashkëshorte falenderuese, ai e ka në shtëpi, në familjen e tij një mirësi të madhe, një nimet i madh nga Allahu azza wa jall, një grua e cila din shqyr, një grua e cila është falenderuese, një grua e cila thot elhamdulillah, jo elhamdulillah vetëm me fjalë, elhamdulillah për gjitha të mirat në jetën e përditshme, por dallim të shumicës së grave të cilat janë ankuese, ankohen, ban ti të mira sa të duash, mundohu ti sa të duash, në fund do të gjesh ankesa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu tha: e kam pa që shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. Por çfarë arsye ja Rasulallah? Çka kanë bë këto gra? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: për arsye se kanë bë kufër. Than: ja Rasulallah, i kanë bë kufër Allahut? Tha: jo. I kanë bë kufër të mirave të burrit. I kanë mohu të mirat e burrit. Gjitha ato të mira i kanë mohuar derisa nëse një ditë e hidhron, nëse një ditë një dëshirë nuk ja plotson, thot: ma ra'aytu minka khayran qat. Kur prej teje një të mirë se kam pa. Gjitha ato të mira në ujë, gjitha ato të mira zvlen, gjitha ato të mira harohen, dhe në fund kur prej teje një ditë të mirë nuk e pashun e prej teje. E mohimi i këtyre të mirave është rrezik i madh. Është rrezik i madh, shkakton dënimin e Allahut azza wa jall në ahiret, në botën tjetër. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes, dhe besimtarja duhet të ketë kujdes të ruhen në jetën e tyre bashkëshortore, mos të arrin
mos të arrin nën këtë kërcënim. Paramendojeni në një prej rasteve i cili ndodhi në kohën e halifes së muslimanëve Ma'munit. Ma'muni ishte halife pris i gjithë umetit islam. Ja kishte bë familjes, e bashortes, e fëmijëve, gjitha kushtet më të mira. Mirë, po një ditë gruaja e ka një kërkesë. Çfarë kërkese? I sheh gra tjera duke punu tokën, duke punu arën. Ato punojnë me dhe, me lloç, me bereqete, me bim, me pemë, e kështu me radhë. Gruaja e halifes, gruaja e mbretit, a thot edhe unë du me punu tokën. Sa ndodh kështu në jetën e përditshme. Ja ka bo buri krit mirat, jo, edhe unë du si filanja. Po ti s'ki nevojbe, ti nuk ki nevoj, ti e bashortja e mbretit, e halifes, jo, edhe unë dua me punu tokën. Në rregull, halifja i muslimanëve i ndan një pjesë të tokës dhe thot, jo si gra tjera, kjo është bashortja e halifes, do t'ja bani tokën me misk, do t'hudhni mbi te misk, parfum. Dhe ajo tokë që do të punohet nuk do të ujitet me ujë, do të ujitet me misk. Dhe ja bajnë gati vendin, e ujitin me misk, me parfum, që kur ta prek dheun, lloçin, baltën, ti vije era misk. Dhe del gruaja, punon, mundohet, angazhohet, e ban atë qefin e vet dhe kthehet. I kaloi dëshira, e plotsoi qefin e saj. Pas një kohë kërkoi një gjë, Ma'muni nuk ja plotsoi. U hidhrua, tha, kur prej teje një të mirë se kam pa. Subhanallah, tha Ma'muni, a as a ditën e lloçit? Mirë që e harove një, i harove dy, i harove tre, edhe a ditën e lloçit që i urnova njerëzit ta bajnë edhe lloçin me misk, që ti me dal me punu dhe me plotsu dëshirën tënde, edhe a ditë e harove, e haron edhe atë ditë. Andaj ky është rrezik, nëse gruaja bashortja i haron të mirat, i merr në përkon të mirat, nuk është falënderuese, e rrezikon vetveten. E sot sa prej grave ta harrojnë ditën e lloçit. Mos flasim sot sa dhe prej burrave, sa dhe prej vëllezërve, sa dhe prej shokëve, sa prej njerëzve sot ta harrojnë edhe atë ditën e lloçit që ndoshta ti e munduar për ata dhe e munduar që t'u plotësosh një nevojë apo një dëshirë. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që të jemi të respektueshëm ndaj njëri tjetrit, të mundohemi të jetojmë nën kufit e fjalëve të Allahut dhe fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun Azza wa Jall të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka وأتوب إليه.